Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu xhalla wala falendrojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar po vazhdojmë me leximin e librit Ad-Dawa Ad-Dawa, Smundja dhe Ilaçi. Edhe sikur që e kam përmendur në takimin e fundit, tashmë Ibn Qayyim rahimahullah ka ardhur në fazën finale të përgjigjes dhe në fazën e përmbylljes së librit. Andaj trajtimet nga sonte deri në fund, nuk janë shumë, ndoshta 3 takime, 4 maksimumi, pavarësisht nga zgjerimet që mund t'i bëjmë në rreshtat e Ibn Qayyimit rahimahullah. Është tash përmbledhje Ibn Qayyimit rahimahullah e pjesë që ka të bëjmë me shërimin. Nga se libri ka trajtu, ose nisma e librit ka qenë një problem i madh që është ballafaqur me të një njeri, një hallexhi, por që nuk është vetëm problemi i tij, është problemi i njerëzve në përgjithësi. Por ja që ky njeri ka pas, ka pas besim të zgjuar, edhe i ka penguar bashkëtesën me këtë mëkat dhe ka dorë zgjidhje. Nga se ka situata ku njeri është në problem, por bashkëton me problemin dhe pastaj nuk i bëhet më problem. Dhe fatkeqësisht faza e avancuar e kësaj bashkëtesë është kur njeri për shembull tani çaj problemi bëhet zgjidhje. Fillon me kom problem, e pengon, e shqetëson, e pastaj do nga pamundësia me evitu, me eliminu, fatkeqësisht tani problemi fillon me kon zgjidhja e tij. Domthon sikurse kemi njerëz që fillon me një haram të caktuar, e pastaj domthon në mungesë të gatishmërisë me largu atë haram, dikur ka varësi ndaj atij harami. E nuk ka mundësi tani me largu. Dhe ai haram bëhet dikur zgjidhje për të. Sa është për shembull i depresionuar, në vështirësi, nuk mund me të përjetu pa atë haram fatkeqësisht. Po kur s'ka qenë këtë situatë, alhamdulillah, ka qenë situatë tjetër, edhe pse i ka penguar shumë, madje ka paralajmëruar ky njerëz se nëse nuk merr zgjidhje, do të shkon këtu. Domthon ka kërkuar zgjidhje ka se nëse nuk largohet, do të shkatërrohet dunjaja dhe ahireti për të. Në fakt kuptimi i shkatërrohet dunjaja dhe ahireti për të. Jo që i rënohet dunjaja mbi kokë, dunjaja vazhdon me hec tutje, por shkatërrohet dunjaja dhe ahireti në kuptimin e asaj që mëkati do të bëhet pjesë përbërëse e jetës së tij e pastaj kjo është shkatërrim. Do mëkati vetë është problem. Mirë, po kur kalon në mënyrë të jetuarit është pastaj katastrofike. Do kjo është katastrofë më e madhe që njëri mund me përjetu. Kështu që me iman ndërtohet dunjaja dhe ahireti dhe me mëkat rënohet dunjaja dhe ahireti. Varësisht nga niveli i prezencës të dyjave në jetën e njërit. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah të ndërrozë tash kur vjen te kjo situatë përmend zgjidhje. Dhe zgjidhja normalisht për këso probleme të mëdha nuk mund të përmbledhet në dy të rreshta. E mund të përmbledhet në dy të rreshta për njerëz që posa lexojnë i ndizën ndriçimet e njerive tjera, pastaj kallaja bën, po na kemi nevojë për shumë shtillime, për shumë trajtime. Por ajo që është më rëndësishme është se Ibn Qayyim rahimahullah në fund të kësaj që filluam me të lutar në fund përmbledhjen e librit tash, Ibn Qayyim rahimahullah e mban atë diskursin filluar në fillim, nuk largohet prej tij. Për të treguar se kjo është zgjidhja, ne s'kem çka dalim më saj, vetëm i ndryshojmë këndet e trajtimit për me e plotsu mozaikun e shërimit apo tash kur ne themi për shkakun se zgjidhja është në teube, është sahi apo por çish me funksionalizojë teube, që po dominante kjo pastaj kërkon disa çështje nga shumë ana apo. Ai nuk ka këtu diçka që ne duhet me shpik kryq çka të re, edhe hajt tash ka kanë më bona, rruga është e qartë, Allahu xhallahu ka shëruar rrugën apo. Por kemi për shërime, për shembuj, normalisht për argumente, fakte kështu me radhë që edhe na forcojnë, po edhe na stimulojnë. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah kur ka ardhur në fund, kemi thënë në takimin e fundit se ka thonë se me gjithë atë prezantimin se sa është zinaja e shëmtuar edhe sa është epshi, pasimi i epshit i keq e i dëmshëm, megjithatë
Në prap njerëzit binë në këtë dhe kanë probleme. E pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, andaj trajtimi i shërimit ose trajtimi i kësaj smundje për të shëruar prej saj, thotë i ka dy faza kryesore, dy procese. Procesi i parë që të ndërmarrim masat preventive që mos bëjnë fare këtë problem. Masa preventive mos bëra fare të, edhe dyta nëse bim të si me dal, që mos bëhet tash rënja shkaktar për të lëshu rënjë. Njëri mund me ranë mëkat, por jo me u rënjos në mëkat. Rënjosja me mëkat në kupton tash kjo bëhet pjesë e integruar jetës së tij, tani ka problem. Tani me bëmë me mëkat duke se kush më e kokën atë. Me bëmë me mëkat duke se kush më ja kpu dorën, se nuk e çu nuk e paramendon jetën, për shembull pa dorë, s'ne paramendon jetën pa mëkat. A ka njerëz që kanë këso varësi në mëkat? Ka shumë. Kanë varësi në mëkat, tulifare, mëkat apo. Sa njerëz për shembull, keni pa rrëfimet e njerëzve që për shembull mirën me fajde ose me bijaz, me haram. Edin që po shkatron familjen, po s'ka më, nuk mund të dal, është fut në vorbullën e këtij harami dhe është problem me dal. Duhet kogja forcë e madhe për me trin nga forca e tërheqjes në fundrinat e shkatrimit të jetës së tij. Ai kjo çështje nuk është çështje e lehtë, është çështje e rrezikshme në rrezikun. Njerëzit donjoja kryesisht shkatërrohet për çfarë thanë atë. Sikur të thash, nuk e shkatron dynjan diçka tjetër pos gjinohet atë. Edhe nuk e ndërton diçka tjetër pos adhurimit të Allahut te bareka te ala. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë janë dy procese. Procesi i parë është të ndërmarrim masa preventive që mos të bëjmë fare këtë mëkat, të themi rahat. E dyta nëse bëjmë si më don nga ky mëkat. Kur janë të faza preventive i përmend dy apo. Kur përmend kalimin që kemi kaluar, tash po hyn temë me, në përsëritje të tjera aso që kemi kaluar. E para thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nga masat kryesore preventive është ruajtja e synit apo. Se shumica e sherrëve të mos hyn nga syri apo. Edhe Ibn Qayyim rahimahullah ka përmend te ruajtja e katër portave, në çështja e parë është ruajtja e synit apo. Se nëse syri ruhet mendja. Nëse mendja është e pastër, do të jetë gjuha e pastër, do të jetë edhe veprimi i pastër nga se këto diktohen nga mendja. Po mendja kur mendja ngarkohet me kërkesat e epshit, patjetër ka më kërku gjuha, ka më kërku trupi e kështu me radhë, nga se kështu njëri funksionon. Kjo rregull e Allahut te bareka te ala. Prandaj që ti jesh rahat në start, ruaj shikimin. Dhe për ta fuqizuar këtë Sharim Ibn Qayyim rahimahullah i sjell edhe kalim the, domthon 10 përfitime madhore që njëri i arrin nëse e ruan shikimin e tij apo. Në gjitha këto përfitime janë edhe fuqizim. Në gjitha këto që Ibn Qayyim rahimahullah ka thënë që nëse ti ul shikimin, pavarësisht ndaj çkafit, ndaj gjithçka që të provokon, apo në këtë situatë për gjininë e kundërt apo. Po mund të jetë pasuria, mund të jetë edhe pozita diku syni shikon edhe e lakmon apo. Dhe nëse njëri e ul shikimin, shikoni domun këtu Ibn Qayyim rahimahullah na sëron se ulja e shikimit nuk është thjesht shpëtim nga një haram. E ka ul shikimin, çka ka ndodhur? Nuk s'ka shikuar haram, ke psu pëgjinohet, kaq apo. Jo nuk ka kaq. Ka shumë më tepër benefite që njëri i arrin nëse ul shikimin, të cilat nëse i ka parasysh e fuqizojnë pozicionin e uljes në llogari, në dëm të lëshimit të shikimit apo. Andaj nuk duhet të ndajmë këto shumë se ka pjesë tjera që thelbësore të trajtimit, por si kalim, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nga benefitet është se është zbatim i unit Allahu te bareka te ala. Allahu kush ka mund shikimin? Allahu xhallahu te mund shikimin. Ai ti kur ul shikimin, ti respekton urrin Allahu te bareka te ala. E respektimi i çdo urrit Allahu xhallahu të ngritet të fuqizon që nesër karshi ndonjë situatë të halama i fortë sesa që ke qenë në situatat para kësaj. Domthon çdo adhurim të forcon sikur se çdo mëkat të dobëson. Andaj ula shikimit është ibadat. Për shkak se ti e ul shikimin për faktin që Allahu xhallahu ala ka ndaluar. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë e ruan zemrën nga helmet e shejtanit. Çdo shikim është shtizë e helmuar e shejtanit drejtuar zemrës. Andaj nuk dihet se cila shtizë e helmuar ka mundësi që më paralizu funksionimin e zemrës në total apo. Dhe kjo është fatkeqësisht e tmerrshme. Pa mund njëri shikon edhe vazhdon normal aty duket apo. Po çdo helm e ka një efekt.
ai helm i kësaj shtize të nëzër, ose e helmon dhikrin, ose helmon namazin, ose helmon për shembull Kur'anin, diçka helmon dikun apo. Dhe ku do që të helmon e i thon. Dhe njëri padyshim pastaj nuk ka mundësi me e përjetu ëmbëlsinë adhurim për shkak se një pjesë e kësaj është helmuar, është idhësuar për faktin që ai e ka lëshu shikimin. A shikon si ajo që kam përmendur disa herë edhe këtu dëshmohet gjithmonë që është mendësimi e kuptuese veprimet e njëri në jetë nuk janë të ndarë njëra prej tjetrit, nuk kanë ishuj të ndarë. Për shembull, shikimi është ndarë nga, për shembull, gjuha. Gjuha është ndarë nga veshje. Për shembull, mush më thon çka dush, fal çka dush, ama për shembull, syrin e kit rutën, s'mundesh apo. Nëse këtu janë procese që njëra çon këtu, tjetra çon këtu. Thash ose ka me e dominu, ose ka me e dominu rregulli i gjuhës syrin, ose deformimi i syrit ka me deformu edhe gjuhën. Tash këtu janë betejë të vazhdueshme. Ama nuk ka njëri mundësi me tu gjatë, domthon kaq i shkapërder domthon. Se ka problem pasuri merr haram, apo ama ma shta syrin e run. S'mundesh me fare. Është pa mundësi më thon. Këto merr rregull të i pandryshëm. Kjo mund të jetë situata caktuar e ndar për si funksionim i momental, por si tërsi nuk ndahet apo. Se njëri është gjitha këtu pastaj të nëzër dëmet kujt i kthehen. Çanës së vendime apo. Jo që syri e dikton gjuhën. Po syri e elmon zemrën, e zemrën pastaj e prej gjuhën. Çfarë shkon procesi? Tash ai mund shkon 5 herë 10 herë, nuk e dimë, mund më një herë me qenë me fatale apo. Ka pas një, ne kemi cikën takimin e kaluar. Ai muezini fatkeqësi, me një shikim ka qenë fatal për të. I ka shkuar me dinë me këtë i ka shkuar, me një shikim këtë i ka shkuar. Nuk dihet. Ka dikush shikon 10 vjet haram, Allahu xhallahu ala i haruni pas atij që nëse më kryen tek Allahu xhallahu ala. Ato menaxhimet e helmimit i din Allahu xhallahu, nuk e dimë. Por ai ekspozosh rreziku për tu helmu. Domthon, nga shikimi po. Ekspozosh. Tani për shkak të nëse ka para vetë një ushqim apo. Ai thuhet apo në një pjesë të domthon të pjatës është një ushqim me afat skadum. Po këta tjetër është mirë. E han njëri? E nuk e han. Ose kur bakja bash atë e kapin, ku e diën apo. E pranon kur thuhet këtë është me afat skadum, por është nuk bën keq apo. Jo, nuk është. A ka mundësi njëri me hongër produkt me afat skadu, mos më elmu? Ka mundësi. Por me di që është afat skadu, me han? Se han në esencë. E pëse është i elmu, veç i ka skadu afati, kur që më shumë? E pëse afati është një datë e parafër që deri kur është produkti i përdërshëm. Që nuk kupton se pas ose është i papërdërshëm, nuk kupton, po me gjithatë do të më bëni limit. Me gjithë këtë fakt njëri me ditë largohet apo. Jo. E këshyr për shembull, bele kur ka produkte të lira, apo me pas 2 ditë për shembull, jo, po të sonë hajm. Për shembull, e lën produktin. Edhe pse ka dobin kët, për shkak se mundësia e helmimit nga ajo është shumë e mundshme. Prandaj sjellë njëri të shështon me ushqimin. Nëse këtë mentalitet arrim me kthy tek shikimi e të dëgjimi, njëti zot kam kon. I njëti zot kam kon. Po njerëz nuk e pretojnë kët, sikurse pse helmimi se helmohet edhe në barku. Edhe e din çka ndodh. Ama me sy fakti që nuk përjetohet më një herë, kjo është sikur thotë me Kaimi Rahimullah në librin e Iqath Lefan, thotë smundjet, domthonë janë të zemrës që shkaktojnë që nxisin dhimbje edhe që nuk nxisin dhimbje. Për shembull, smundjet e zemrës që nxisin dhimbje janë mërzia, pikëllimi, që po njëri bën një gjëna ose bën diçka të keqe, mërzitet, pikëllohet, kjo dhimbje ose dëm zemra apo. Dhe kjo është e mirë, qase kjo e nxit trupin që me kërkuj ilaç. Por ka të që nuk ka dhimbje, nuk ka dhimbje. E kjo nxit apo. Ai këto duhet me i pretu dhimbjet me një tjetër proces, jo me proces të pritimit, apo se kjo është e pamundshme. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah e pengon arritjen e, domethënë e pengon arritjen e helmit. E treta thotë Ibn Qayyim rahimahullah, çdo ulje e shikimit e ushqen zemrën me uns billah. Don me atë pretimin e këshëm të shoqërimit me Allahun te barekotallahu. Don çdo ulje e shikimit në vetën se e ka një dozë të këtij unsit apo. Sa është ajo dozë nuk e dim na. Mund me kon me një ulje e shikimit kush sa e mbush Allah zemrën uns billah. Që njëri me kon me ndi vetën se është afër Allahut në shoqërinë e Allahut te barekotallahu. Që uns shoqëria, miqësia me Allahun xhallahu ala. Do nuk njet i vetmuar kurr. Don pastaj shoqëria e tij nuk varet nga personat fizik. Po është pretimi i mbrëmshëm i këndshëm që ai njet i shoqëruar edhe jo i vetmuar pavarësisht situatave. Kush? Për shkak se Allahu xhallahu i mjafton si shoqërues apo.
Kjo është arritje, kjo është padyshim risk. Risk Allah xhallahu ala e furnizon zemrën me uns billah, sikur të furnizon barkun apo, sikur të furnizon mendjen. Edhe kjo risk i Allah xhallahu ala. Ky risk japet në çdo shikim. Para një me kuptoj, çdo shikim uns, çdo shikim apo s'po. Çdo shikim ti furnizosh, çdo shikim. Tash para me këtu në kontrë për shkak të thonë njëta, në çdo shikim që ti ul, për shkak ka një hadith bën ta mëson Allah për më. Në hadith më mësu 40 në vit apo. Apo në hadithës a mund të mësu 40 hadith në vit, mund. Nëse po them kushtimisht, çdo ulë shikimit një hadith Allah e mush kokën me të. Një ulë shikim një hadith. Po them kushtimisht nuk ka kështu. Një për sa kohë mësu Buharin. Se në hadith ti ekspozon situata të shumta për ulë. Unë zbillash me madhë se me mësu një hadithë. Thështë, hadithët janë sebeb për marit tek unë zbillah. E Allah Gjallat për të kursen nga mjeti për qënë direkt tek qëllimi. Kjo është hadithë madhë. Dhe dhe më kajmë rahimullah, gjithashtot ullja e shikimit, gjithë ullja e shikimit e forcën zamën. E bën më të fort në situatë ashme. Nëse e ullë shikimin tash, e ardhë më është halama se belki me qenë. Do në gjithë më një më i fort. Gjithë ullja e shikimit e dopson zamën. Ma tepër në situatat e tjera. Gjithashtu, thot Ibn Qayyim rahimahullah, se çdo ulje e shikimit e mbush zemrën nur, dritë. Sa më shumë dritë, ishe gjërat më mirë, apo ishe gjërat reale që shën. Sa më tepër errësirë e mjegull, si janë gjërat e paqarta. Ne kemi në shpesh me pa gjërat që janë të ndriçuara, të qiltërta, të pastërta. Sa ka situata të caktuara, po nuk i shohin atë që shën. Ulemat ka rishon dyshë të subhanallah, ku i ran men këti kështu. Ose çysh e lidhi këtë punë kështu? Nuk është e lidhi, apo e sheh. Me çka e sheh me sytë e zemrës apo. Andaj sytë e zemrës duhen dritë, sikur sytë e ballit. A duhen dritë? Normal. Nëse fikum ke dritë me sytë e ballit, sytë mund si më po. Jo që nuk sheh, po s'ka dritë. Këto shohin në bazë të dritës. Edhe sytë e zemrës shohin në bazë të dritës apo. Drita e syve të ballit është dielli dhe gjatë përcjelljes sikur se kemi sot elhamdullah të zbuluara, e ndërsa drita e zemrës është nuri, që Allah e zbret atë. Ky nur ku mirret ky nur? Në ulët e shikimit atë. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala ajetin e vetëm direkt ku kërkon për ulët e shikimin e ka pranuar në surën An-Nur. Në surën An-Nur. Edhe këtu e ka lidhë dhe me imanin, ku thonë kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thuaj besimtarëve të ulën shikimin. Wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin. Thuaj besimtarëve të ulën shikimin. Shikoj në emër të besimit ka kërkuar nga ata zbatimin që në kupton ulën e shikimit atë. Pa e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, wa idha istanara al-qalbu, e kur zemra ndriçohet. Tash fillon këtu me të nëmu, çapreton ti çashet ti, kjo listë gat që për Ibn Qayyim rahimahullah nga kënaqësitë e mirësitë që i preton zemra në momentin kur ajo ndriçohet me nurin e Allahut te baraka wa taala. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe gjithashtu, domethënë nga mirësitë e ulës së shikimit, nga benefiti është se robi të furnizohet, ke kjo furnizime. Për çfarë arsye? Se el jazau min jinsil amal. Shpërblimi është sipas veprës. Ai që ka dashur me shiku, çka do të bërit me këtë? Të furnizohet me një kënaqësi caktuar të përkohshme, apo me pani pa me caktuar që ja kënaq epshin, qoftë edhe në distancë, qoftë edhe përkohësisht. Çka është? Apo e ka refuzuar këtë furnizim. Prit Allah xhallahu ala ja shil dyert e furnizimit. Dhe kjo është shikoj rregull. Nëse e lën një dyert e furnizimit haram, ti shil Allah 10 tjera për halal. Shembull për këtë është që ulja shikimit. Ti e ke mshirë der haram të shikimit, Allah xhallahu për më furnizuar me kënaqësi caktuar të përkohshme të dëmshme, por për nefsin e këndshme, nga sa është momentale, ti e ke mshirë që der ti ka thënë Allah xhallahu ala shikoj çfarë dysh apo. E çel këtë rrezik kësaj rreziku i nurit, rreziku nga rrezikut që vjen për shkak të uljes shikimit është ajo që firase. Firase për këthim shqip përthesi pikasi apo. Do mundësi me pa përtej objektit pa mes fillestrat të objektit. Do na shumë një kështu, po ka duke për të kësaj thotë diçka mërzitshme ku ka. Ku pesha apo. Po ti shoh, ai ka një dukshë, po kanë veç që don shumë vërin që si vetë jo. Po ne ke pa për nona sa ma thellshë se dikush tjetër për shembull. Edhe syti ka si tjetër, po nona tek fëmiu i saj shë shumë ma thell se dikush tjetër shë. Ka më për shembull dikush tjetër rrim me të. Ja s'më dok mirë. Jo po bën mirë kjo. Ja s'më dok mirë. Nona e heton e nuhat erën e mërzis, e shëftën. Me çka është? Me një fuqi pamore që bën nga dashnia për fëmijën e saj.
E çto Allahu xhallahu ala jap robit apo, që më pa aftën. Çka smudak rregull Allahu më fal. Çka shet diçka që të tjerë nuk shohin, çka është e pikat, dikon që na shohim apo. E ka thon Shujail Kermani rahimullah ka qenë pediatar, edhe thonë për të kur s'ka gabu firasi atij apo. Sa ka thonë që çtem te pon çfarë ka dalë subhanallahu. Sikurse ondat e dikujt apo. Kjo është argument, nuk ka argument, nuk gëzon më argumentu kot. Nga se njëri këtu nuk e bën publikisht. Nuk më donë në xhami thonë që filoni, zguzon kështu më thon. Pa i ka thonë tafër me ti ka, vallahi çka njëri smudak, çka më dak bur, apo çka për shembull. E ata që e ka shkruar ka thonë kur s'ka bokia me aktivizuar çit firasin mos më qelluar. E kam pyet çit Kermani apo çysh njëri e furnizon vetëm me firasë, çysh apo çysh me pa për te pamës të dukshme që këtë shojnë, i ka përmanë të nëzër shikoj, i ka përmanë disa komponente. Ka thonë, men amera dhahirehu bittibai sunna. Kush të jashtë me ti e ndërton, si mbas udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dukja e tij, fjala e tij, sjellja, këtë çka duket jashtë ka si mbas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa batinahu bidawami muraqaba. Nësa brendi i tij e ndërton me bindje të vazhdueshme se Allahu po përcjell. E jashtëmja ndërtim me sunet, e brendshmja përcjellje e vazhdueshme Allahu te bareku te ala. Wa gadda basaru anil maharim, e ul shikimin ka shi haramit, wa kaffa nafsu anil shahawat, edhe e frenon veten nga epshet, wa qtada bil halal, edhe ushqihet me halal, thotë ky njeri kur zgabon në shikimin e tij. Nga se këto janë komponente që realisht e mundsojnë të pastrohet syni e të sheh ato që nuk e sheh njëri me sy të turbulluar ose të verbër, Allahu na ruaj. Gjithashtu Ibn Qayyim rahimahullah vazhdon me këtë shërim, thot, gjithashtu ajo që njëri fiton nga ulja e shikimit, thot e bën të guximshëm edhe e bën stabil në rrugën e Allahut te barekuta. Nëse çdo sukses të ndonjë në përditshme, njëri e bën më të guximshëm. Çdo dështim e bën më të hezituar. Ke pa një kur dështon njëra, ata është të qyri se pa më bën më hubell njëra, shikoj bëhet pak më i frenuar apo. Çdo sukses ne kena fitu kështu tash edhe më shumë. Pse? Se suksesi thret në sukses. Edhe ai që e ul shikimin, bindet se e mund të shmërthet. Hera e dytë është hala më i guximshëm. Nuk i dorëzohet presionet të epshit nga se din që ja del me lenin Allah të manduar. Edhe kjo padyshim të thotë me kameron e bën krenar. Ulja e shikimit të bën krenar, ndërsa shihimi i shikimit të bën të nënçmuar apo. Po njerëz çfarë edhe në aspekt jashtë më po për njëri ka shikon e ka ç'a bën më kë. Do vetë po më jashtë është shumë po më shëmtuar apo. Ani kur i grup shikon në për rrugë të kalon dikush edhe vren ose për me makinë ke po. E kështu anash nuk hyj për para këtu duket vetë si po më shëmtuar. Pse? Është e nënçmuar. Është po më domun tet nënçmues të përbuz apo. Përsa ula shikimit bën kënaqur apo. Nga se e kontrollon vetveten dhe e shpërfaq dominimin që kim mbi epshin apo. Andaj Allahu xhallahu ala kana përmendur ku e ka përmendur atje te ulja e shikimit se kërkon nga besimtarët. Allahu thotë në Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-alawna in kuntum mu'minin." Mos u dëshpëroni, as mos zgjani, ju jeni më të ngritur, ju jeni përsi, përderisa jeni besimtar. E besimtari me ulje shikimit. Pastaj thotë me Qayyim rahimullah, çdo vepër e mirë të bën kënaqur apo. Çdo mëkat për ul, të nënçmon. Shikoj Allahu xhallahu thotë në surën Fatir ayet 10, sa bukur i ka lidhur me Qayyim rahimullah. Nuk kjo është lidhja e ajetit, po me nxirr to me të shpërfaqet koha arritje e madhe apo. Thotë Allahu xhallahu, "Men kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a." Kush e kërkon kënaqërinë dhe ngritjen, te Allahu janë të gjitha këtu. Allahu e bën kënaqur këndon. Masi e ka përmendur Allahu xhallahu trajtimin e kënaqërisë dhe rrugën për me kon kënaqur, thot: "Ilehi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u." Ta ngritet fjala e mirë, imani dhe vepra e mirë pranohet tek Allahu te barekuta ala. Shikoj mas kënaqërisë ka përmend imanin edhe punën e mirë. Domthonë rruga e kënaqërisë ngritet është me iman edhe me punë të mira ato. Dhe thot Ibn Qayyim rahimullah, edhe ulja shikimit janë mbyll dyert shejtanit apo. S'ka mundsi ka më depërtu. S'ka mundsi ka më depërtu zemër, nga se është mbyll dera e shejtanit. Kjo është mjaftueshëm për sukses, që pa një detaj soi, thot gjithashtu nga dobit është thot se e zbraz zemrën nga mendimet e kota. Siç e kemi thënë atje. Njëri kur të shikon, zemra tash, ai shikim, ajo pamje në çka shndrohet? Mendim. Ai don fatkeqësisht ai mbeturina e shikimit. Ku shkon?
Shikimi I parë duket njerit kënaqësie të caktuar e përkohshme. Aja kalon. Pastaj ku mbetet ajo pamje? Ku shkon? Shndrohet në menim, që ja merr tash mendjen, shndrohet në mendime në udhë bila, që dikur pastaj bën edhe vezvese të bezdishme, por ai vetë ka ushqyer zemrën me to Allah na lutem. Dhe thot Ibn Qayyim rahimullah, edhe duhet me ditë se mes zemrës dhe syrit ka një, domethënë, lidhje interaktive, apo. Çfarë lidhje interaktive? Syri e përmirëson zemrën dhe syri e prish zemrën. Gjithashtu zemra e përmirëson syrin dhe zemra e prish syrin. Andaj syri, nëse është I prisht, patjetër ka me prish edhe zemra. Po edhe zemra nëse ka smundje, ka me prish edhe syrin. Kanë qasje interaktive. Kështu që kujdesi për syrin, nuk është kujdes për syrin, por kujdes edhe për zemrën, sikurse e përmendëm. Andaj thotë Ibn Qayyim Allah fe hadi ishara, këto janë disa veç isharete, shkurtimisht, që flasin për dobit edhe benefitet e uljes së shikimit. E që kretin kjo pjesë atij trajtimit që tham preventiv. Domthonjë që njëri me e ndal veten nga e keqja dhe nga harami. Andaj të vëzër, sikur të përmendëm më vonë në përmbledhjen e asaj që thotë Ibn Qayyim. Këtu për shembull, që na tash po I përmendëm apo. Këtu tash lexohen e mësohen, por duhet njëri këtu në vazhdimësimi I përpunuar, derisa të bëhen pjesë përbërëse mënyrës të menduarit të tij. Mënyrës të menduarit të tij. Për shembull, njëri nëse është para rrezikut me ju ngul një gosht në zy. A ka në menu apo nëse ngulet goshta, ndodh kjo, s'ka nevojë. Ato me automatizëm aktivizohen. Apo pse natyrshëm njeriu në Allah e ka bërë tillë që më mbrojt nga rreziqet e jashtme për shëndetin atë. Ndërsa për pjesën e imanit ja ka apuzimet, por e ka kërku nga njëri që ajtë kujdes për këtë avën. Ose qartë, nuk ka njëri për shkak me shkollë më mësu që dush më hongër bukë se des. Jo, natyrshëm e ka më dush më hongër bukë. Nga sa është kujdes për dunjan e tij, që me konë komplet njeriu I lirë me menu për ahiretin e tij. Prandaj nuk kemi menu për shkak nëse psen pikati 10 atë. Çka ndodh? S'ka menu për këtë punë. As që vetë di çka ndodh, apo me automatizëm gjitha ato pasoja fatale që mundën më shkaktu këti kujton njëra. Moment. Që këto to janë fuqi që e tërheqin nga veprimi I tillë. Tash për kur këto që ka problem Ibn Qayyim rahimullah, shndrohen në forca të natyrshme që pengojnë lëshimin e shikimit ku nuk I ka hije me shikuar. Kjo është rruga jonë, që thash fillim. S'ka ata të parë s'kan pasur çka ekstra. Çdo I kanë pas. Po kanë jetuar me to, I kanë përpunuar ose sigurisht kam thënë, e kanë organizuar me to. Çto ka qenë kjo ka qenë preokupimi tyne, çka ka qenë deri tyne. Me çto punin marr, edhe pastaj se kanë pasur problem as ata të smerrat. Dhe thotë Ibn Qayyim rahimullah, dyta kjo është pak më e ngarkuar, më e komplikuar. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, e thani, e dyta. Ishtighalu qalbi bima yasuddu an dhalik. Do na po kërkojmë që mu largu pi haramut, mu largu pi gjinave. Na po kërkojmë një forcë që në ndihmon me lenë Allah të barekutaala të jemi të frenuar karshi çdo provokimin mëkat. Veçanërisht atij e psharak apo. Veçanërisht atij e psharak. E para është syni. Nëse përmes synit ushqiet epshi, edhe sa rumqysh. E dyta thotë Ibn Qayyim rahimahullah, këtu s'ka dy atë, treta apo. Syni edhe zemra. Syri e rregullon duke ul. E zemrën, do syri rregullon duke ul. Nuk shikon ku nuk duhet, rahati jap. Forca që e ulën syrin janë benefitet ato. Ndërtimin e Allahut, fuqizimi I zemrës, këto janë forca që e ulën apo. Nuk e lëmë më çunat, absolutisht. Andaj nga syri kërkohet me ul, e nga zemra, çka kërkon nga zemra? Thot Ibn Qayyim rahimahullah, me e angazhu në të kundërtën e thirrjes apo. Don nëse zemra është në zonë me angazhim apo. Nuk mund të epshi me largu, të nxonjë apo. Për shembull, nëse angazhimi I zemrës është në këtë anë djathtë, epshi aty në majt, aty soi duhet zemrës për më kthy, s'mund. Duhet forcë e madhe apo. Epshi se ka këtë forcë apo. Epshi se ka këtë forcë. A dhe çfarë forcë ka epshi apo? Kur zemra s'është e kthy me kësaj apo. Kur është neutrale ose kësaj. Veç pak I vjen, mi fishllua dhe vjen. A çfarë po? Normal. Sa në esencë është e gatshme apo. E vjen veç një fishullim edhe eci apo. Tash para për një Allah na fal të vëzhgë. I cili është
tash te para se më është tema e tilla, po sot ky problem është i madh fatkeqësisht. Po njëri për shembull që është i vetmuar të shpia vet atë. Edhe i kanë kokë mendimet ato që të futet në portal diku bërllogët të qyri diçka çasi ka jeni son me qyrat apo. Edhe është presion ti të vazhdueshëm apo. Don ai tash nëse me luftu presionin duke angazhuar me këtë kundër në kësaj të kundër apo ai realisht ai fillon tash që me paru presion apo. Po atë presion mundu të me e refuzu apo. Si me luft, po ama ti sidosh me shku presion hiç apo. Ai në presion till apo. Edhe në atë presion apo më rash në presion till nëse me e shmang komplet mundësinë e kësaj, duke largu këtë pivanit, duke largu ose duke të këtë shtëpisë nga vetë mia, ai kret rrethanat e funksionimit personit i bën aktiv apo. Edhe plazoj me gesht. Po më apo që është ato për shembull. A mendon se nuk bën? Po bën. Për shkak se i gatshëm është, aty që ka vënë diçka sa për mia, për shkak se i ka bëu sebe vetë apo. Ose sigurisht na ka urdhëruar pejgamberi që mos më vetmu, një mosh me famë vetë. Aja, kur vetmuan apo çka ndodh? Normal që mendimi, muhabeti, zemra veç është u përgatit, nuk është të angazhuar, vënë me kondon djath këtë, domthonë e shmang nga ky provokim, a zemra fillon tash me ka pak mor. I vjen pak ngacmim me psharak apo ose lëvizje pa lezetër që realisht me e pranu situatën edhe me ron të haramin. Vendur kjo është shembull praktik që i ndodh njerëzve në vazhdimsi, i dëshmuar ato. S'po flasim kuptim të zinas, këtë harame që ndodh apo. Ai më kemi thotë apo, nëse don me koni pështum, lëdhe zemrën dikun tjetër. Normal. Nëse për shembull nëse njëri kushtimisht po është në çabë apo. Edhe është midis një të bëj tavaf apo. Tash do çështje s'mund miron mend ato, se s'është kur farrethona s'është absolutisht ato. Pa ne varsi ku e ki zemrën, me çka i angazhuar, që atje ngri zemra apo. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, çka angazhimi i zemrës apo. Realisht është pengesa kryesore që pengon robën nga rënia e haramut. Çka është? Thot nga se njeriu, çka është me vërtet zhytje në thellësirat e kuptimeve të metodit margaritar e mëdha ato. Çka do të më Qayyim rahimahullah. Domthon, kështu po e shpjegoj për me kuptuar më drejt. Na po kërkojmë që zemra me pas orientim. Ka mu kthy zemra, ka kibla. Kushe më shumë? Ka kibla e saj. Kibla e zemrës ku është? Është Allahu xhalla wala. Kibla e trupit është çabja. Çabja është kibla e zemrës. Njëri nuk kthehet me zemër ka kibla. Jo Allah. Njëri kthehet me fytyrë ka kibla. Allah si ka thonë kthej zemrën, ka thonë kthej fytyrën. Fa walli wajhaka. Fytyrën kthej ka çabja, jo zemrën. E zemra ka kthehet, ka zoti çabës. Çfarë kthej zemra? E kur zemra kthehet ka zoti çabës. E fytyra ka çabja. Ti tash komplet i kthym me shpinë, komplet pja, as që apo kia për mas, as nuk e në pse, komplet i kthym në tim të caktuar. Prandaj, Ibn Qayyim rahimahullah, për kuptim kësaj që më sharu, për më u kthy të në njëri, për më u kthy njeriu, kthim të duhur ka kibla e zemrës, i duhen dy forca. Moja ato. Edhe atje kemi të forca, e dijes e forca pregjes, po tash i çun do forca tjera. Jam pjesë përbërëse e asoj forcës fillim. Unë tash, Ibn Qayyim shkon tash duke e rumbullaksu, po në qatë diskurs, s'ka ka del, që të jenë forca që Allah i ka bo ligj për me funksionu si duhet zemra njërë. Thati Ibn Qayyim rahimahullah, cëtë në këtë forca? Forca e frikës shqetësuese dhe dashurisë brenguese. Që në kupton frika shqetësuese edhe dashuria brenguese. Që në vëllezër, njëri në këtë dunjë ka shi çdo kërkesë, keq që do të marrit apo. Ka frikë edhe ka dashuri. Ka dashuri për me arrit që është e shoqëruar me brengues se a do të arritë, apo edhe është me një frikë shqetësuese se çka nëse nuk arritet. Çka është apo? Gjithmonë. Tash thati për Qayyim rahimahullah, krejt këto që po i përmendëm, domthon tash na kthejnë në një temë. Çfarë është tema jo? Këtë që shpjegova tash, me kam të përmend pak më vonë, por si sqarim që më kuptu ka po shkojmë. Të ndodh edhe kjo çështje e frikës, edhe kjo çështje e dashnisë, edhe çështje e orientimit të zemrës, apo të gjitha këto realisht ndërtohen në përzgjedhjen e duhur.
në përzgjedhje në duhur. Kur njeri ka përzgjedhje, për shembull, frika edhe dashuria, a ka mundësi me u lidh, për shembull, a ka mundësi me kon prezente, po them kushtimisht në gjuhën që flet njëri apo. Në çfarë kuptimi? Allahu xhallahu ala ja mëson çdo kujt gjuhën. Kur na ka mësuar gjuhën? Allahu xhallahu ala. Përmes prindëve rreth apo. Tash, po aftësia për me kuptu këtë të shka kjo, po thasë kuptim të natyrshëm për. Allahu xhallahu, asnjë se ka tutën se mos pëjes pa gjuhë. Aman. Këtë të gjuhë të buzë, ama mos pëjes unë e pa një gjuhë, të një s'kam qa foli. Ja, mos tëtë, këtë tutë se ka një kërkush. Aman. Kjo në automatizm, aman. Së është entërshmë, aman. Apo? Njëri vjen dënja edhe me mas frikë, mos je marë pa prindën e. Kjo s'ki frikë për këtë mund, kjo punë kry, aman. Natyrshëm. Se këtu s'ki përzjedhja, këtu s'ki përzjedhja. Ndërsa njëri në çështën e haramit, në çështën e orientimit, a funksionet përzjedhja detyrimi? Përzjedhja. Se nëso detyrim, së është ibadet mu. Përzjedhja. E kur duhet me u përzjedhje, cili është faktori kryesor që përcakton përzjedhjen? Krasimet. E kam këto. I kam kjo. Apo, përzjedhja ndërën në bazën e këtë krasime. Kjo e mirë, ama kjo me e mirë. Se kjo më original. Nëse e marë këto banë, kjo bënë magata. Në gjithë banë, din me bo matë e dura, për bërë përzjedhë në dura. Problemi i njërit të ndërët është se, dhe më thonë, veçanit në kohën tonë, është e vërtet që njeriu në aspekt në jashtëm e ka lirin e përzgjedhjes në aspekt në jashtëm. Nëse në realitet s'ka përzgjedhja, i detyrumi me zgjidhje në rrugë. A që shtot? Pas nëse ki forcë të fuqishme të imanit që i shparton këto forca detyruese ka mirati. Për shembull, nëse një njeri, një femën e zakonshme, për shembull, do me zgjedh një përzgjedhje që shmo vesh, do me marrë mendime që shmo vesh. Nëse shikon televizorin, dihet ka e qojnë. Apo? Nëse dhe në rrugë, dihet ku e qojnë. Nëse shikon familje, dihet ku e qojnë. Nëse shikon reklama, dihet ku e qojnë. Nëse shikon këtë ku këshyrë të A ka mundësi për shembull me pa dy oferta dedikon të barabarta edhe të shpërfaqura njëjtë që më mujt për shembull me mendje sa më bëni një përzgjedhje. A ka mundësi? Jo, s'ka mundësi. Ne e dim se njëra anë e përzgjedhjes detyrimisht, vazhdimisht, qëllimisht shkelet, apo tjetra vazhdimisht, domthonë afirmohet edhe i lirë zgjidh çfarë dush. Shme zgjidhje edhe çfarë dush. Si para më për shembull, hen market edhe produkti i një kompanie që nuk duhet me shit, është këtu, i ekspozum. Ama rruga dhe atje është e mbyllën. As nuk let me pa, ndërsa, kja produkti që duhet me shit, i ka këtë rrugë qelë, këtë agent kanë dalë, thirrin, hajde, pravoje, bëje, kush e ka po, vazhdimisht, këj në ersirë, këj këtë reklamën e mundshme ka këtu. Thonë, konsumatori ka të me zgjidhë. Çfarë zgjidhë me zgjidhë? Nuk ka kjo zgjidhë, lofë. Apo, për me pas konkurencë të barabartë, du me pas mundësi të barabartë edhe me prezentu në treg njëjtë sa. Shme thonë të për shembull, janë konkurrentë të barabartë, ama njënit si atë shkua që një inspekcionit të jam shele, dënime, tatimi këti, thot ti pa tatim çka dush, barabartini, shumë barabartë Allah. Nuk janë barabartë. Prandaj është sot për shembull mundësia për me përzgjedh hijabin edhe zburimin e barabartë, nuk është e barabartë. Nuk është e barabartë. Prandaj njeriu në aspekt jashtëm është i lirë. Në aspekt jashtëm, kur të këshysh, kur kush më zot s'është. Ama në aspektin real të rrethonave i detyruar është. I detyruar, s'po them i detyruar në arsyetim, po në aspektin jashtëm që ka rrugë çon Allah. Që të çon Allah, si ka më shkuar. Prandaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë që njeri duhet që me ditë me bë matë të duhura. Çfarë matë? Thotë, nëse tash atë po marrim pe testojmë këtë frikën edhe dashninë. Nëse jena para një kërkesë të caktuar. Një kërkesë të caktuar. Nëse e arrit këtë kërkesë, apo
Çka kres. Sa më shumë dashin brengosëse, edhe sa më frikën shtetësuese, çka arritja apo. Për shkak se një do më arrit diçka që më udhë për zina. Ose mos po flet për punë të këqija apo. Një do më arrit të çka keq apo. Çka keq kur rëngat apo, për shembull. Sa arrin çaja në raport me pjesë e tjetër të përzgjedhjes apo me ja përmbush kërkesat e dashurisë dhe me lënë qet rahat. Dhe kundërta. Sa ka mundsi njëri për shembull nëse i jep përparësi ulës shikimit apo për shembull. Ulja e shikimit, të ndërlozër apo. Ulja e shikimit. Në raport dobia e uljes shikimit, në raport me dëmin që i shkaktohet nefsit për mos uljes shikimit. A e problematizon përzgjedhjen? Apo kuptoni? Njëri nëse shikon, a ka interes? Ka interes. E ka një pretim, një kënaqësi, e ka një diçka. E ka një, apo. Përbasa është një frikë. Se nëse shikon, i hup këtu. Apo kupton? Tash, ai kur do më përzgjedhën, nuk e bën përzgjedhjen mbi bazën e çka po sheh, po aktivizon një faktor, një tërsi faktorë që i japin kohë kujna përzgjedhjes. Prandaj bronieri thotë, nëse shikon njëri, okay, ç'ka ndodh. Po nëse nuk shikon ç'ka ndodh, sa më i orientuar në përzgjedhje me referencat e duhura, më i fuqishëm është apo. E nëse kjo të ndozë, mësoj është e qartë që është përmana, ka me pas rime më poshtë i Ibn Qayyim rahimahullah, po nëse që kjo të ndozë apo. Që ky proces me çto ekuilibra, me çto procese, me çto matje, me çto, domethënë oferta për zgjedhjet e duhur. Deri në këtë mos është dashur me kon funksional në kohën e sahabëve, apo në kohën e tabiinëve, në kohën e Ibn Qayyimit rahimahullah. E çka thoshte për kohën tonë apo? Çka thoshte për kohën tonë? Sa do të keni fuqishëm i prerë në përzgjedhje të duhur që kur të vjen oferta me ditë kamerose nuk ki kohë me menu çka është vërshimi i madh i padës se nuk lën menu apo. Sa herë do të mi prej çështë apo. Është normal, gjithmonë ka pas zinë apo. Por zina në atë kohë para 100 vjetë, s'u konsikur se qëtartë, absolutisht, atje me bazë zina o dosh ka gjamja kon i vendosin, apo mënesh, edhe ka gjamja, ka pas pengesa shoqërore, pengesa tjera të natyrshme, sa të s'ka në me për këtë punë. Shumë është e thjeshtë, komunikimi ma i thjeshtë, ma i mundë shumë, apo. Nëse në atë kohë është dasht, me ditë me bo përzgjedhje e dur, me matit e duhura, që ka të me për kohën tonë, së të po vlasë një shembull, po ka shembull shumë tjerë, zonë kush e ka një sprovë këtë aspekt. Ma dhe thot Ibn Qayyim rahimahullah, andaj thot, hadha yahtaju sahibu për me funksionu që kjo përzgjedhja duhur, që me dit, çka e shuan brengën e dashnisë se e arritshme është, dhe çka e shuan shqetësimin e frikës se nuk të vjen frika, nuk i mu dëmtu, çka e shuan këtë që duhet, dhe si arrijet kjo me këto matë dura, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, për këtë i duhen dy, dy forca të reja. Që kuj sharan të reja, po në esencë, kur të kthejsh, qatojnë atin altë, po ta është e më të detajzuara, se kena ujtë përsarime. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, i duhet basiratun sahiha yufarriqu biha bejna derejatin lë mahbubi wal makruh. I duhet syqelsi e zamrës, thot sahiha, e vërtet, e drejt, që përmes saj ka aftësi me bën matje mes të mirë dhe mes të këqija. Ka mundësi. Për shembull, të nëzër, nëse njëri nuk ka njohuri për dy produkte, gjithë thuj matja e zi me matë. A më kupton? Unë nuk jam ekspert i furës aktume. Më thonë dikur qëra, apo dënë qëta, apo dënë qëta. Zdi, vëllasë një unë nuk di. Zgëtë matjesë, unë nuk di. Unë mund me gjithë ditë, pse nuk e kam aftësin e informatëve dijes të dur që ma mundëson me përzgjedhjen e dur mbi bazën e matëve të dura. Nuk di atë. Andaj çdo besimtar i duhet kjo dije, spaku sa e mbron nga përzgjedhjet e gabuara. A përshë ilmi që përdo së thotë me pasin. Dhe i shtu, krejtë nuk o barabartë.
Çdo veçanërisht në haramet e përhapura në kohën tonë, për familjet tona, për fëmijët tonë veçanërisht apo. Duhet me pas njohuri të mjaftueshme që në situata të ofertave të aktivizohet suqëllësia dhe drita që i kallzon kësaj apo. Kjo është investim do të thënë, çka edukata. Edhe dy thotë Ibn Qayyim rahimullah, nga se thotë din pastaj cila është më e dashuna, që ata më e marr, më e dobishme dhe më e dëmshme, sa më nërgu për më dëmshmes apo. Se në gjithë ka dëm e ka dobi apo. Nëse ul shikimin ka dëm. Në ul shikimin ka dëm. Ka dëm. Ka dëm për nefsin. Apo ka dëm. Ajo është dëm për nefsin. A është ky dëm që i shkakton nefsit? Për shembull, sheriati e merr parasysh? Jo, se merr parasysh absolutisht. Ai dëm është. Po se merr parasysh. Po për me ditë që se merr parasysh dhe çfarë do të merr parasysh do të me ditë. Me ditë. Me ditë për shembull, se njerëzit për shembull merren të kundërtën. Për shembull, nëse njëri shikon haram apo e dëmton zemrën apo. Çi dëmton njerëz e kanë parasysh? Ja. Don e kundërta. Nuk din çka do të pas parasysh, çka mos të pas parasysh. Mos më kanë parasysh dëmin e nefsit se dëmin e zemrës. Çka e ka shkaktuar këtë situatë? Xhelia. E ky po do të më pas ilm pra, na duhet njerëz më fol shumë për zemrën apo. Do njerëz më u kthy koncenim të zemra, merru me to për të orientuar ku duhet dhe bëni matjet në bazë të shëndetit të zemrës, jo pritimit të nefsit. Çdo është komplet. Bëni matjet në bazë të zemra përfiton. Zemra çka ushqet, çka ndodh. Sigurisht i bëjmë pranë 10 pika që zemra çka fiton nëse ushqimin. Ofertë mirë ka. Cili njeri musliman që ka troj mond kry, apo ja çet të 10 përpara këtu. E thot, haj shkuj dobit e shikimit haram. Shkuj dobit e shikimit. Dobit e shikimit haram. Jo për zemrën, as për mendjen, shkuj për nefsin me për epsh. Çka përfiton epshi nëse shikon? Shuj. Mati që të ofta. Jo valla për e patër. Ose thotë më kamë ramlla, ka dije. Pse pa ka dije, po sigurisht e kemi thënë, thotë mirë po. Problemi është se vendosmëria ka të dopt. Vendosmëria ka të dopt. E tash, me që kështu situata kështu, atëherë thotë Ibn Qayyim rahimullah, idha arafta hadhihi al-muqaddima. Nëse kuptoj këtë parathonje, keq që fundoi tash, por në fund jena, ky i thot parathonja apo. Nëse çit parathon thotë ke kuptu, Ibn Qayyim thotë, më në këtë rregull një apo. E rregull. Thotë fala yumkinu an yajtami'a fi al-qalbi hubbu al-mahbub al-a'la wa ishku as-suwari abadan. Thotë rregull është, nuk ka mundësi thot me bashkjetu, me qenë përbashta, dashuria për të dashurin suprem, kush është? Allahu Gjellahu Ala, dhe dashuria për pamjet. Këto në dy zemra së bashkjetojnë, njona e përreshton të të rëmë. Cila është me afort e qëllëm? Sot janë në kohën e fotografisë, apo? Kur s'këna mujtë me pa, sene ma shumë që shrimë, detale ma shumë, kur s'këna po? Fotoja sot është fitne. Fotoja, fitne, në gjitha aspekt. Edhe njerëz e ke pa, edhe kjo çështje e telefonave për selfie kanë konsideruar smunje. Kjo smunje psikologjike, që njëri ç'po do, kjo smunje apo. Ke pa njerëz që këtë shkruajnë foto, ç'po do. Kjo smunje. Kjo smunje bashkëore është. Me pa vetëm ç'po do kët. Me pa vetëm, s'po dam në dokument apo në çapo di më shënuni diçka caktuar në spajin në çështje juridike. Por a është smunje? Po, telefoni ka smunje, është të çmuar, ka varësi nga fotoja. Ka varësi. Që qërët sot për shembull, hajtë bë diçka veç me tekst. Kur s'ta këshyr? Pa pas foto ose pa pas këshyr kur. Do foto me pasë. Se është mësuar me foto. Jena në kohën ku fotoja është bë problem për njerën. Ibn Qayyim rahimullah thot, nuk ka mundësi të këto dy apo. Bel huma diddani la yatalaqayani. Janë të kundërt kur s'bashkohen. S'ka mundësi apo. Thot bel labud an yukhrija ahadahuma sahibahu. Pa tjetër njëra ka me dëbu tjetër në pëzamës. Këtu e më betejtë vazhdushme. Dashnia për Allah në gjellë gjellalu, edhe dashnia për pamjet. Me pa, gjërat saktuar. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah. Shika që tash rregull, thot Ibn Qayyim rahimullah. Femen kanet kuvvetu hubbi kulluha, kush e tërë forca e dashnis. Dhe mon, shika, njëri ka forcë me dashtë. Se dashnia është forcë.
E ke po, ku s'ki fort me dash dikon, me smut me zëra, apën. Ma zërë e dënë dikon, se sa me ecë smut kër i apën. Smut, bëllë njëri kom zhak, po të që ja bëna, ama kur se dënë dikon, s'ta të zemra, me zërë. E ke po, nuk mund me dash dikon me zërë. është forcë dash një apën. I përka i me Rahimullah thot, ai që tërë potencialin e mundësis me dash dikon, shiko, këtë potencial, këtë që ka qelizat dashis në trup, këtë bashkë i bën, edhe i orienton Allahu xhallahu, këtë të Allahu shkojnë apën, kur që s'ka për në tokë. Thot, atëherë, kjo ka me bo që gjithë qka është në kundërshtim me këtë në kun jashtë. Këtë forcën e dashnis e orienton tek Allahu te barekutaala. Nuk e dën askë pas Allahut. E pastaj këdo që e do për shkak të Allahut. Edhe do për shkak se dashnia për te ja mundson dashnin për Allahun xhallahu ala. Kush arrin që sistemi e instalu në vetën e tij, me çet përzgjedhje, me dhe Allah të manus, ka mundësi me shku në shikim haram, ose me shku të haramet, e pa mundës është. Se për ta është e urrejtën pas të jepën. Është e urrejtën. Andaj të nëzër, që të funksion të dashnisë, së njerëz nuk e kanë qartë. Nuk e kanë qartë. Don, ne e dojmë dikën dunja që kemi të afërt. Është vërtet, është e natyrshme e dashur. Mirë po, fatkeqësisht është që njerëzit për shembull dashnin për prind që e kanë qenë dashnie e madhe, ose prindi dashurinë për fëmijën që e ka të madhe, nuk e përdor për mi ushtu dashnia për Allahun xhallahu ala. Ka se këto dyja funksionon damash, dashnia për Allahun është diçka, dashnia për fëmijën nuk kanë damas to. Nga se të gjitha lidhen me Allahun xhallahu ala, gjitha. Po ti duhesh me organizu, nga sa to janë të shpërndara sprovë për ty. Një sprovë për ty. A njëri për shembull, këtë potencialin e dashnisë e kthen tek Allahu xhallahu ala. Mas pa atje pa çim këtë. Sigurisht, për shembull, njëri rrugën që ka komplet, shikon përpara bën këtë e ka çu babës. Që por këtë asnjë cent xhep se ka. E tash i dojmë, që to vinë për harç, që to për rrim, që to gjinën ty, që to tani dohen ato. A vëllai. Mirë po, nëse njëri për shembull s'po flas kur të miridik, po në kuptim zakonor që shkon, sepse s'u konë keq, që shumë konë mirë në kuptim familjar. Keq që ka pas e ka dhënë kur familjar apo. Çto. Edhe i don formë dur, kjo tregon respekt e dashnia. Tregon respekt, po kallzon. Nga se piti çdo harxhim fillon. Ti tani çuçi don, se ti më i mëshmi, ti më i di që ti di ç'më do këtë para. Ti di. I punëse për shembull i marr 800 euro, 1000 euro, 500 euro, se më nësoj me rrugë. Edhe i thot babës, që bab 300, ti din mas mirë shidon këtë punë. E ato tira që jenë bërë në gjepë, kush e din që kështë mas mirë? Unë e di mas mirë. Dhe me thonë, se beson krejt ti që ka duhet. Apo? Andaj edhe të Allahu xhallahu ala që është topë. Na dashnin për Allahun japëm, sa për shembull mos më urrejt Allahun. Japëm Allahun dashnin, sa për shembull më mund të kryej adhurime. Po ju krejt mundësin me dash dikon apo. Se kjo të është me këshyrë, mos me dikon në cent, në eura dikon që ja kanë dhënë dikujt tjetër apo. Organizimi i kësaj dashnie komplet në raport me Allahun. Pastaj dur Allahut, o zot, kjo keq ka mundësi me dashtun. Po ta fali ty, tash ti kallzon, ose doma pi dashnis tonë kon me dashtun, çatëri do duhet tjetër. Kjo është pastaj tërë. As du babën, as tonë pa më thonë ti. As gruan, as mit, jo ti më thuaj sa me dash çka i duam. Nga se tash dashnin, tash Allah xhallahu e rikthen te robi në formë tjetër. Nga se ndonëse dashnia është risk Allahut apo? Dashnia është risk Allahut xhallahu. Risk Allahut. Kush ta ka dhënë dashnin me dashmin? Allahu xhallahu. Ai ta ka dhënë. Tash ti pranë çat dashni e merr e i thosh, ja rab babën. A dashni që më ka jap është e natyrshme, ja ka dhënë tonëve. Po duhet tash me mallon dashni për të mitë jam që shjap dashni me tu e vlijave, jo ti çdo kujt. Kjo tjetër pastaj. A kuptove? Kjo është tjetër. Keqa ka më tonë që te Allahu xhallahu subhanahu. Nga se thot Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdim, el mahabbatu sadiqa, dashuria e sinqertë e vërtet, realisht kërkon njësimin e të dashit apo, pa shirk, veç Allahu xhallahu ta'ala. Për ati pastaj degëzohen dashnitë e tjera apo. Prandaj sikurse në këtë dunjë, njëri që ka xhelozi, nëse shpërndan dashnia e tij dikujt tjetër, do çka të për Allahun te barekutaala. Për shembull, njëri me gruat vet ose gruaja me burr vet apo. As ja ki rrezikun dorë, as shpirtin dorë, as se ke fol, as kur gjë beski heq apo. Aja që merr gruaja nga burri, burri nga gruaja është një pjesë shumë e vogël e tërësisht që ka badjata e ka Allahu xhallahu apo. Parmina.
Edhe pse kaq pak ka nisë një tjetër, në raport me këtë që ka, megjithatë nuk xhelozon për një pjesë burri ose për një burrë, për këtë xhelozon. Apo është për këtë xhelozon. Për shembull, tash të më sin shembull me vizualizuar. Gruaja e flet gjuhën shqipe, apo? Edhe burri flet gjuhën shqipe, apo? Në rregull. Kush e ka mësuar burrit gjuhën shqipe? Nona dhe baba, jo gruaja. Burri kur e martu ka ditë me fol. A çështo? Edhe gruaja kur ka di kur martu ka ditë me fol. Don burri kur farhisë s'ka të folën, ka isën të folën? Ja. E para. E dyta, a paguën burri tash kosto ditore për me fol gruaja, mund çuron po ta paguaj çeran e të folmit. A ka kështu? Jo s'ka. Don burri s'ka kur gjë lidhje me të folën me gruaja apo. Me çaj gruponi foli. Diçka që s'ka çef me një japton, jam shëlgojna. Po goja është jam, kupton? Unë kam marrë para ti. Megjithatë, sistemi i xhelozisë nuk prek një pjesë, krejt e prek atë. Nga se dashnia që kërkon, apo kupton, apo çështot? E çka të para Allahu xhallahu që ta kallon gojën, edhe të folmit, apo edhe ta shtet nin të fol, tu e livdu dikon më shumë se Allah. Duke e palu dikon më shumë se Allah. Ai çysh xhelozon. Apo kupton? Pa ishte të bëjmë orientaj keq se çto do të ketë dashni çati keq më shkuapën. Pastaj pe Allahu xhallahu me shpërndat e poshtë. Nga se thot Ibn Qayyim rahimahullah, nga se nuk, si tha më herët, konstatimin e saktë me argumente, për muhabbatu suwar, dashnia për pamjet, për dukjen, thot realisht largon dashurinë për atë që është për robën dashnia më e madhe mund të shmaptën. Madje thot Ibn Qayyim rahimahullah, nëse humb që dashni, e humb çdo kënaqësi, çdo kuptim në jetën e tij. Nga se nuk ka kuptim jeta, edhe nuk ka përmbajtje jeta, edhe nuk ka orientim jeta pa dashurinë e duhur ndaj Allahut te bareke ve taala. Falyakhtar ihda almahabbatayn. Andaj thot për zgjedhë cilën dashni po do më marr dhe ka do më rapën. Te çfarë zgjedhë ka po do më shkopën. Ama s'ka dyat. Lëramani nuk ka. Nuk ka edhe për dua Allahun, po edhe për kom s'ka kështu. Nuk ekziston. Prandaj duhet me ditë kujt më dhon sultanin, kujt më dhon pushtetin, ç'do dashni. Kush ka më vendosur këtë punë? Çka është e duhur? Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot bel men a'rada an mahabbatillah, kush largohet nga dashnia për Zotin, edhe për mallimi për të takuar Allahun te bareke ve taala, thot ka me e spravu Allah me dashni të dikujt tjetër, se s'ka jetë pa dashni vëllazër. Dashnia është si ajri. Si ajri. Çfarë dashnia? Pra ka mundsi njëri më përshkret dikun ku s'ka oksigjen, shumë oksigjen, ka mundsi? S'ka mundsi. Nuk ka mundsi me shku dikun ku s'ka dashnia. E kupton? Ibn Qayyim rahimahullah në librin Rawd al-Muhibbin thot, gjithçka lëviz në bazë dashnisë. Gjithçka lëviz. Madje Allah i ka dhënë qiellët e tokës apo. I ka dhënë. Nënshtroni me qef, me dashni ose me imponim. Ka thonë, e tena ta'in, po vi me dashni. Me dashni zili lindë përndan, me dashni ana, këtë me dashni po apo. Edhe njëri me dashni. Tash kjo dashni është e organizuar që duhet, kjo tash është problemi që na po flasim për ta. Po pëçito të ndozë fillon shiko, krejt organizimi jon jetësor fillon nga çështja e dashnisë. Dhe thotë më kaimë ai që ka probleme me këtë çështje, ka më usprovu me atë dashnin alternative, por jo me dashni, me azab. Nga se ajo pastaj prodhon dashnia për Allahun, prodhon çka? Çka sill? Shpërblimin. Dashnia e dikujt pas Allahut sill dënimin, edhe në dunjë, edhe në ahiret. Sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah në komentin e surës Infitar, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, kjo është rregull jetësor. Të devotshmit janë begati, mëkatarët janë në mundime. Thotë kjo përfshin të gjitha fazat e jetës, dunjan, berzekun, ahiretin. Kjo është ajo që thotë naim, dunja ama ja naim s'ka në dunja, naim nuk ka me mëkat. Nuk ka naim. Naim kënaqësi s'ka. Ep shka, optën. Në planë të kënaqësi zemrës të mendjes, se ep shka, po. Prandaj të ndozër Ibn Qayyim rahimahullah thotë që njëri ka më u dënu me të apën. Ka më mikryja e begatjevën. Ka me janë gëlfat jetën, Allah në arrut apën. Qoft idhull, qoft pasuri, çka do koft apën. Ama dashuria, tu tash është dashuri ngulfatse,
është dashuri munduese, dashuri që dënon, jo dashuri që disponon atë. Derisa në të masë thotë me Khaimi rahimullah që realisht tani njëri nëse nuk e ka dashni për Allah xhallahu që e sjell në adhurim, do ta ketë dashurinë islam e sjell në shirk apo. Sikur se Allah xhallahu e ka përmend domthon ajetin afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. A ka pa ato që ka marr epshin për Zot. Kjo pojim direkt. Allah thotë epshi shndrohet në idhull. Adhurohet pas Allahu te barekuhu teala, adhurohet. Wa adallahu Allahu ala ilm. Edhe Allah xhallahu ka deviju Allah xhallahu të pas parasysh argumentin. Qysh wa khatama ala sam'i wa qalbi. E ka vullos veshën e zemrën, wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Edhe ka bo perdë nuk sheh ç'është duhet, apo në sureti faman yahdihi min ba'di Allah, kush e udhëzon pas Allahu te bareke wa ta'ala. Andaj deri këto të nëzër, pa të dëshim me shpjegu hala ma poshtë, po mjafton për kaq sonte. Deri këtu Ibn Qayyim rahimahullah na tregon domosdoshmë se çysh riorganizohet njeriu për të marrë pozicion e duhur ka shi mëkateve dhe çu do të më orientojë zemra ka Allahu te barekuhu teala. Forca kryesore dominante është dashuria për Allahun te barekuhu teala, e cila pastaj e bën që me dash çka Allahu don edhe morrë çka Allahu urren atë. Esla pastaj e menaxhon epshin. E për këtë thotë më Qayyim Allah, këtë rol e ka mendja e njerit atë. Dhe mendja e njerit është e cila e mëson njërin çka është po e duhur atë. Po kur është para ofertave të duhura, kur i ka të ekspozuar si duhet, jo imponuar, edhe jo të mshehura e të errësuar atë. Kjo është diçtu, domon dominimi i dashurisë ndaj Allahut te barekuhu teala. E tash çysh kjo dashuria ndaj Allahut te barekuhu teala me u shënuar në adhurim, në forcë të adhurimit, që tashti se forca e dashurisë deri më tani e mundson për zgjedhjen. E du Allahun xhallahu edhe gjithë di ka jamojnë. Gjithë di unë më kanjëm. Gjithë di më kanjëm. S'ka problem. Ne kur e don dikon, gjithë di më kanë është. S'ke vojtë me vet. E këtu tash ai më kanë, mos vetëm më kur më kanë, gjithë me çtema. A kupton? Tash një të gazon më kon normal. S'ka më kon me kon. Si sa vet mo. Por sa e du me çtam. Kur të ka thënë që se du, mo tani vetëm me kanë. Është e qartë. Për shembull, tash mos të më balanzoj. Pra po këtë burrë gruaja apo më. Me vjen një ditë për ditë. Me kanë i martu, me çtam. O patë, mos më vetëm Allah apo. Me çtam, kur i ke punë, am kupton? Se është përcaktuar njërin këtë çështje apo. Deri sa ka probleme, nga dashnia shndrohet në konflikt, pastaj mosh me vet, mos hajbas si më me ta. Apo kupton? Është normale apo? Edhe këtu, nëse dominon dashnia ndaj Allahut në jetën e besimtarit, mos vetëm me kanë. As mos veç ka kemi përzgjedh, a kemi mul, çu po më çka kemi përzgjedh. Vetë kjo punë. Prandaj fuqia e dashurisë e përcakton përzgjedhjen, e përcakton kanë rreshtimin e përcakton. Ku komo rreshtu, me dashni rreshtohet njëri. Ndërsa pastaj thotë me Qayyim rahimahullah, nga ky rreshtim kalojmë në adhurim atë. Veç më rreshtu largohesh prej mëkateve. Tash parno kur adhuron. Tash çdo adhurim është largim. Tash veç tu largu ti pej mundësisë me rënë mëkat. Për shkak se tash rreshtimi e ka sill adhurimin, e adhurimi e ka përcaktuar largimin e vazhdueshëm. Kjo është e manishme ose bukur ka spukur. Kjo jeta e njerëzve, kjo çka është jeta e njerëzve, këtë problemet njerëz që tyën Allah. Se s'din më rreshtua, s'din ku të më dash. Edhe nuk din çu më dash. Andaj më Qayyim rahimahullah pas na kallzon se kënd duhet më dash. Po na e dim, jo s'pedim. Na pedim ku duhet më dash me fjalë, po jo me rreshtim. Na pedim ku duhet më dash me përkatësi, në kuptim të deklarimit, po jo në kuptim të dominimit apo. Andaj më Qayyim rahimahullah nuk flet për dashninë e deklarimit. Do ta mam puna. Se ky njeri që ka vetë, ky nuk është mushrik. Ky musliman që ka të lash apo. Po këti për katën të Iran janë ki problem me dashni. Dhe Allahu xhallahu ala. Andaj ke këtë problem. Se tek sheh pas dashni fuqishme, të kish kazu ku më rreshtu, shumë mirë apo. Po ti alas se ki këtë forcë të dasnisë mjaftueshme për me sy ka rreshtimi i duhur apo. Apo kupton? Andaj mas po ta kallzoj çysh me dashni rreshtohesh, apo e tani të kallzoj çysh me dashni aktivizohesh e punon. E si të aktivizohesh e punon, harrohet kjo punë më. Se ki këtë dhimbje apo, se ki të nashe. Që kjo është praktike që i bëjmë rahimullahu për anë. Dhe këtu kemi ardhur tek kush? Tek forca rreshtuese përmes dashurisë apo. Esa të kallzon gjithmonë me kanë mëne. Mos më vetëm. Unë pesa për kallzoj me çita. Unë kjo punë.
Ebu Bekrin e ke pa, as ka net me pejgamber kur, po vetë një partner mu. A ka thonë që është ku kry, unë një herë më rreshtu mastine se o pejgamber. Këtë tjetë mësoj tani më kallaj. Shka vllazni forca përcaktuese. Ama jo o rreshtu këtu, tani do të dal me vet, ai halo. Si çavet mollo. Mos kem çamu vet, ma ai si çaveti. Ditë thoshë çure 50 nus jam, e o kry, unë mos dvesëm apo. Ma ti thosh për shkakun që çto kuptime, çto sene, çto kjo është deklarimi apo tani rreshtimet janë herë të herë këtu, se më rënjë. Përsa këto valla, del dikun ku duhet edhe kuptojmë që është situata. Andaj forca përcaktuese përmes dashurisë. Edhe tash forca vepruese edhe orientuese pra përmes dashurisë, po tash me disa elemente kogja joshës edhe inkurrijuese që i kemi i përmend brenda kësaj faze së dytë, që është dashurimi shumë në adhurim, fuqi lëvizse në jetën tonë edhe do tema tjera në vazhdimsi. Allahu xhallahu ala imbur zemrat dashni për të, edhe na mundsoj që me dashnin për Allahun xhallahu ala ti dominojmë të gjitha situatat në favor të afrimit me Allahun xhallahu ala dhe në largim nga mëkatet. Kjo është pjesa për këto. Dhe takim nashëm Allahu të shpërblet ju sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.